3 lloje të tregtive që nuk njohin humbje. Fitimin e ki të garantuar. Nëse ke dëshirë me ditë cilët janë ato, atëherë duhet të kthehemi tek fjala e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu vet Jelle Jelalu na tregon në Kur'an, dëgjoj mirë, innal ladhina yatluna kitaballahi, me të vërtetë ata të cilët e lexojnë fjalën e Allahut Azza wa Jall, e recitojnë fjalën e Allahut Jelle Jelalu, wa aqamus salata, dhe e falin namazin, por se jo vetëm me fal namazin, por se e ngrisin namazin. Ngritja e namazit ngërthen realizimin e rregullave të jashtme dhe të brendshme. Të jashtme duke respektu kushtet, shtyllat, obligimet, sunetet e namazit, dhe aspektin e brendshëm duke e realizu shpirtin e namazit që është frek respektin e namaz. Wa aqamu salate wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dhe ata shpenzojnë, japin nga ajo me të cilin kemi furnizuar ata, fshehtazi dhe haptazi. Japin çka? Në rend të parë e japin zakatin, pastaj japin sadaka dhe mënyra tjera të bamirësisë. Për këta Allahu Azza wa Jall çka thot? Këta kanë të drejtë, këta mund të shpresojnë yarjune tijaratan lan tabur. Kanë të drejtë, mund të shpresojnë në një tregti që nuk njeh humbje. Sa je i angazhuar me këto tregti të cilët nuk njohin humbje, por se njohin vetëm fitim, garanci nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe jo vetëm në këtë botë, po sidomos në mënyrë të veçantë atëherë kur ki mas shumë ti nevojë në ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح